Po mbahet në Vlorë konferenca e kryetarëve të gjykatave të larta me përfaqësues nga Evropa qendrore dhe lindore. Marrin pjesë mbi 20 kryetarë e gjyqtarë të lartë. Të pranishëm janë presidenti Bajram Begaj dhe ministri i drejtësisë Ulsi Manja. Në fjalën e tij, presidenti Begaj përshëndeti konferencën e kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore dhe vlerësoi rëndësinë e saj si një hap i rëndësishëm për dialogun ndërgjyqësor, shkëmbimin e përvojave dhe forcimin e bashkëpunimit në drejtësi. Vlerësoj këtë nismë të kryetarëve të gjykatave të larta të Evropës qendrore dhe lindore si mjaft të dobishme për dialogun, shkëmbimin e eksperiencave më të mira dhe bashkëpunimin në fushën e drejtësisë. Ju, gjyqtarët më të lartë, mbani misupe një përgjegjësi mjaft të madhe. Jeni garant të drejtësisë, duke siguruar respektimin e ligjit, ruajtjen e lirive dhe të drejtave themelore të qytetarëve, si dhe ndërtimin e besimit publik. Ky rol kërkon profesionalizëm, kërkon integritet dhe një ndjenjë të lartë dhe të thellë përgjegjësie publike. Aspiratat tona për drejtësi janë të përbashkëta. Qytetarët tanë presin dhe meriton drejtësi